Vulkani Etna, më i madh i aktiv në Evropë, ka hyrë në një fazë të re aktiviteti, duke nxjerrë lumej llave që po rrjedhi nga një çarje e hapur rreth 3000 metra mbi nivelin e detit. Pamjet spektakolare të filmuara me dron tregojnë llavën e ndesur që zbret përgjatë shpatave të malit, duke ndriçuar qiellin e natës mbi Siçili. Sipas observatorit të Etnës, pranë Institutit Italian të Gjeofizikës dhe Vulkanologjisë, aktiviteti shpërthyes nisi nga një çarje e re, ndërsa vetëm brenda 24 orëve rrjedha e llavës kishte përshkruar mbi 300 metra nga pika e shpërthimit. Edhe pse pamjet kanë bërë xhiron e botës, ekspertët bëjnë të ditur se aktiviteti vulkanik mbetet relativisht i moderuar dhe deri tani nuk janë krijuar re të mëdha hiri që mund të rrisin rrezikun. Autoritetet italiane kanë vendosur nivelin portokalli të alarmit për aviacionin, për shkak të mundësisë së ndikimit në fluturimet pranë Catanias, ndërsa alarmi për popullsinë mbetet në nivelin e verdhë. Sipas Agjencisë Italiane të Mbrojtjes Civile, shpërthimi nuk paraqet aktualisht rrezik të menjëhershëm për banorët, por situata vijon të monitorohet në mënyrë të vazhdueshme nga specialistët.